Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për fushatën elektorale dhe se çfarë do të sjell politika shqiptare konkretisht pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe nëse ato do të jenë në favor të interesit kombëtar apo do të shkojnë kundër interesit të gjithë shqiptarëve. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar një nga personazhet më aktive në radhët e pensionistëve, siç është zoti Vladimir Dyshniku. Zoti Dyshniku, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Zoti Dyshniku, si e shikoni këtë fushatë elektorale dhe sa klasa politike ka në programin e saj, por dhe në ato që artikulon çdo ditë interesin kombëtar apo është duke punuar kundër këtij interesi? Duke gjykuar vetëm dy partitë kryesore, unë them se kjo fushatë elektorale ka qenë komplet spektakël për të tallur shqiptarët, për të thënë shqiptarëve që juve kërceni dhe këndoni se ne kemi vendosur 24 korrik të vitit kaluar se kush i fiton zgjedhjet. Për mua kjo është një fatkeqësi e madhe. Nga këto zgjedhje unë nuk pres asnjë gjë. Sipas jush, kush po punon pro interesit kombëtar dhe kundër këtij interesi kombëtar, dhe si e cilësoni faktin që asnjë nga forcat politike deri më tani nuk ka në programin e tyre çështje të interesit kombëtar, por janë lokalizuar vetëm tek çështje të atilla që ne i diskutojmë pothuajse çdo ditë. Forcat kryesore politike, po dhe shumë forcat të tjera që janë të lidhura, kanë qenë të lidhura me to gjatë 35 vjetëve, artikulojnë probleme të dorës së dytë, probleme populiste, jo pensioni minimal, jo rroga minimale, loze shumë me pensioni dhe rrogën mesatare që janë lojra fjalësh që asnjëri s'kupton asgjë nga ato. Por, si që kam thënë dhe edhe më parë, këta nuk preken atë që është thelbi, nuk i gjejnë diagnozën sëmundjeve të këtij sistemi politik 35 vjeçar që ka funksionuar në Shqipëri. Mirë në fillim që nuk u bë, po edhe tani që të gjithë e pranojnë që këtu ka korrupsion, ka krime, ka shpobullime, nuk ka punë, etj, asnjë nuk thotë, ore pse ka ndodhur këto? Pse ka ndodhur? O ja vën fajin popullit, nuk ja vën fajin politikës, po ja vën popullit. Nuk ka punë, populli ka ikur, etj, duan rroga e duan pensione, dhe se gjejnë kurrë atë të keqen e tyre. Për mua, asnjë forcë politike nuk ka diskutuar, nuk i ka bërë gjyqjen e historisë të 35 vjetëve. Të përcaktoj diagnozën e këtyre sëmundjeve. Asnjë nuk e ka marrë përsipër. Pse ka ndodhur këto? Kush është fajtori? Edhe çfarë duhet bërë? Dhe e dyta, nuk është marrë asnjëherë, ore mirë deri sot kemi ecur si ujkur në mjegull, por çfarë modeli shteti do marrin përvojën neve për të ndërtuar Shqipërinë, se deri tash është bërë rumpall. Tani çka dashur Sali Berisha në fillim është bërë. Çka dashur çdo Edi Rama sot ashtu bëhet. Tu nuk ka asgjë, sepse këtu mungon në kushtetut, mungon ndarja pushteteve. Pra këtu ne kemi defekte të mëdha, kemi defekte shumë të mëdha, kushtetuese dhe morale në politikën shqiptare. Kështu që ajo u përfundua me 24 korrik, ku përfundimisht u vendos pushtimi i Shqipërisë nga dy forca politike, PDPS, dhe u vendos që zgjedhjet të bëhen, votimet të bëhen me lista të mbyllura. Këtë caktoi kryetari i partisë, ai do bëhet deputet. Pra, deputeti emërohet, nuk zgjidhet nga populli. Pra, kjo nuk është demokraci. Kjo është diktaturë. Zoti Dyshniku, Edi Rama artikulon shpesh antarësimin në Bashkimin Evropian, por edhe marrjen e pasaportës pas këtij antarësimi që sipas tij mund të ndodhë në vitin 2030. Ju sa e besoni një gjë të tillë dhe sa pro-europian, por nga ana tjetër dhe sa pro-amerikan është Edi Rama?
Edi Rama është mjeshtër i sofizmit. Ai bën lojra fjalësh sepse mendon se ka të bëjë me shumicën dërmuese të votuesve të tij që janë pensionistë, që kanë urë kokën dhe mjaftohen me një pension minimal të kooperativës bujqësore. Dhe këta i ka të nështruar duke gënjur. Por Edi Rama është mjeshtër edhe në sferën e jashtme politike. Ai propagandon me të madhe, ashtu si dhe Sali Berisha. E konsiderojnë e mburrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës si kampionin e demokracisë në botë. Ashtu si kanë thënë dhe thonë se do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Edhe ajo pasaporta që thotë ky evropiane është pjesë e kësaj propagande, që për mua është komplet djallëzore, e pavërtet mashtruese. Lidhur me këtë, Edi Rama nuk ka javë, nuk ka muaj që mos i hipi avionit e të bredhin në 4 anët e botës. Ai shpesh për të mbrojtur, për të justifikuar mburrjet që i bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai bredh çdo muaj shkon në Amerikë, gjen raste për bërë takime të ndryshme, politike, private, takime me biznese të ndryshme, gjoja sikur po punon për Shqipërinë. Por qoftë në Amerikë, qoftë dhe në Evropë, qoftë dhe në gjithë vendet e tjera të botës, ky bredh përfshihet edhe me charter. Ky në Shqipëri nuk ka prur asgjë për interesat e popullit shqiptar. Pra e mburr Amerikën si kampionit të demokracisë dhe shtetit ligjor, por ama nga përvoja e demokracisë amerikane, ky nuk ka prur në Shqipëri as edhe një elementin më të vogël. Nisur nga këto, unë Edi Ramën e konsideroj që është një anti-amerikan, ashtu si është dhe anti-evropian, pavarësisht nga retorikën që përdor ky, mashtruese, falso. Pse them këtë? Sepse Edi Rama, për të justifikuar dhe edhe fshehur dështimet e tija, ky nga bota, qoftë nga Amerika, qoftë nga shtetet evropiane, nuk ka marrë kurrë ndonjëherë një përvojë pozitive. Po ky i mbulon, retorika e tij është e mbushur vetëm me gjëra negative që ka bota. Konkretisht, ky thotë kudo në botë ka krime dhe korrupsion. As Roma nuk u ndërtuar në një ditë. Në Gjermani vërtet marrin rroga të larta, thotë ky, por ama në fund muajit nuk u ngel asnjë dollar apo euro në xhep. Në Gjermani thotë kafja është lëngështeje, kurse në Shqipëri thotë kafja është shumë e mirë. Se po t'ishte kafja e keqe, nuk do rrini kafe të top. Pra ky me mbushjen e kafeve, me sasinë e madhe të kafeve që në botë nuk ekzistojnë, ky e quajnë se është një sukses i madh i qeverisë së tij. Ky përdor dhe terma të tjera propagandistike. Thotë, sheshi Skënderbej thotë është shpallur sheshi më i bukur në botë. Tirana thotë është shpallur kryeqyteti i rinisë europiane, kryeqyteti i sportit, kryeqyteti i kulturës mesatare. Edhe tur lidh lloj propagandash të ndryshme të tilla që janë komplet mashtrime, komplet pa asnjë vlerë. Se populli shqiptar s'ka përfituar asnjë. Realiteti në Shqipëri është i kundërt me këtë. Po pse them unë, pse akuzoj Edi Ramën si anti-amerikan? Kur i thua këtia, pse se kemi këtë gjë si Amerika? Aje kanë majtë gjuhë sot, e po ne nuk jemi Amerika. Dhe me këta ai justifikon që e mbulon atë qëllimin e tij që ky është anti-amerikan, prandaj dhe nuk merr përvojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. S'ka nevojë të marrë. Por një gjë është e qartë. Dhe ky nuk e shpjegon, po edhe media nuk ja kërkon. Se që ti jesh si Amerika nuk do thotë që ti të prodhosh bomba atomike. As të çosh anije kozmike në hen. As prodhosh tanke apo nëndese e tjera. Se ky vërtet brez në përbot edhe në Amerikë. Po ky s'ka marrë gjikundi asnjë lloj përvoje atje ku ka bredhur. Se s'ka ardhur asnjëherë të thotë ore në Amerikë un kam parë këto gjëra. Edhe hajt i bëjmë. Në Angli kam parë këto, në Gjermani këto, në Francë këto. Asnjëherë nuk ka zënë goja tia. Ka 21 vjet që ka qenë kryetar bashkie edhe tani kryeministër, nuk ka zënë gojë asnjë gjë pozitive që ka bota. Tani ky
kur bota që kaq negative, atëherë pse ndromë sistemin neve, si masia. Pra ky është edhe kundër sistemit kapitalist, duke mbrojtur veten e tij. Por e vërteta është ndryshe. Ky si kryeministër ka bërë 3 vizita në shtetin e Michiganit. Kurse i kryebashkiaku i Tiranës, Veliej, ka mbrojtur diplomën në Michigan. Por nga ky shtet as vetë Rama e as Veliej nuk kanë prur asnjë fije floko nga përvoja e demokracisë e shtetit ligjor, nga përvoja e pushtetit vendor në këtë shtet, që për mua, që mendoj se e njoh mirë, nga përvoja e këtij shteti, ky shtet është shtet model, nga i cili Shqipëria, po të kishte marrë shembull që në fillim, ne sot do t'ja kishim kaluar dhe Zvicrës, e jo të qajmë ne për pensione, për bukë në gojës. Por sepse këta nuk kanë dashur. Të gjithë që kanë mas 90-s, që nga Berisha e Derdi Rama, nuk kanë dashur të marrin përvojën, jo vetëm të Amerikës, jo, po as të një lloj shteti. Prandaj krahasohen këta me Kosovën, me Maqedoninë, Malin Zi. Me këto më të parametrë krahasohet, e jo më të përparuara. Unë mendoj se nga Michigani, ky ka pas ç'të merrte. Unë si qytetar i thjesht, po me përgjegjësi edhe mall, edhe dëshirë për dhimbshuri për popullin tim, unë i rekomandoj këtij, ja kam treguar edhe më para këto gjëra, po ky nuk do të mësoj, sepse ky nuk ka pasur kurrë qëllim të shërbej popullit shqiptar. Se ky thotë jo di ky, nuk di po. Ky nuk di të dëgjojë të tjerët që shpedime kanë, edhe të thotë po, hajde ta bëjmë këtë punë, kaq mirë. Ky çdo gjë e thotë negative, konkretisht. Po marr një shembull më konkret për të treguar që çfarë mund të merrte nga Michigani Shqipëria. Konkretisht ky kryeminist edhe ka bërë 3 vizita në Michigan. Kur kam shkuar për herë të parë në Michigan, një nga njerëzit e mi që kishte ajo 25 vjet në Amerikë, në Michigan, më bën një pyetje kurioze. Tha, si të duket Amerika? Kishte kaluar disa muaj. Kur thoshte Amerika, bësh fjalë për Michiganin, se unë shtetet e tjera të Amerikës në atë kohë nuk e kisha parë. Unë thash në kohën tonë, na thoshin që e ardhmja e njerëzimit është komunizmi. Por me komunizmin nuk bësh fjalë as për që do bëhet për 100 vjet, mbas edhe as për 1000 vjet. S'ka bësh fjalë për gjithë botën. Pra, nuk ishim në shpresë se do vinte komunizmi, as ta tentonim të. Bile as fliste njëri për këtë punë. I vetmi që ka dhënë një përkufizim se kush është komunizmi, se kush do ishte komunizmi, e ka dhënë vetëm Lenini në librin Ç'të bëjmë. Dhe ai ka thënë, komunizmi është, definicioni i komunizmit është ky. Është i pari shpirti praktik amerikan, plus pushteti i sovjetëve, demokracia e gjithë thon sot, plus elektrifikimi i gjithë vendit, baraz komunizëm. Unë i thash atyre njerëzve të mi, unë të trija këto thashun, unë po i shoh të realizuara konkretisht këtu në Michigan, në Amerikë. Prandaj për mua, këtu është komunizëm, kapitalizëm, varet çfarë të duash emri i tij, ti sistemi. Unë thash nuk do doja që fëmijët e mi të jetonin më mirë se që jetojnë këtu. Mi po kjo nuk është thjesht kaq si retorik. Unë me këtë duhet të them këtyre që nxisin luftën e klasave akoma në Shqipëri, komunist, antikomunist. Se shembulli i Amerikës është një shembull komplot që neve tut luftën midis njëri tjetrit ne po i bëjmë varrin vetes dhe kanë përfituar pushtetarët tanë. Merre përvojën e Amerikës dhe ke shtukur të gjithë këto lufta e klasave, luftë me njëri tjetrin. Sepse antikomunizmi është armik i varfërisë, i paparazisë shoqërore dhe pasurore, edhe ligjore, juridike. Nuk është armik i njeriu të pafajshëm. Prandaj kjo s'është kuptuar, nuk ka dashur të kuptohet nga qeveritarët tanë, nga sundimtarët tanë. Konkretisht e kam fjalën për Edi Ramën, që ky nuk ka dëgjuar kurrë mendimet e të tjerëve. Tani, kur flas për këto cilësi që mund të përfundonte shteti jonë, qeveritarët tanë,
Marrin një gjë të thjeshtë. Baza filozofike e marrëdhënieve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një fill të kuq që në botë njihet me sloganin shpirti praktik amerikan. Ky shpirti praktik amerikan jo vetëm që nuk është propaganduar në Shqipëri, pa as është përmendur si emër. Po kjo është baza e marrëdhënieve njerëzore edhe shtetërore administrative në Amerikë. Edhe fillon të edukohet që në çerdhe, në kopshe, në shkolla, në punë, kushdo që ka shkuar në Amerikë për vizitor, që në kontaktet e para në aeroporte e kupton se atje njerëzit sillen me shumë kulturë, me shumë edukat, me shumë mirësjellje, por edhe shikon dhe rrugës, e shikon dhe në supermarkete, në njerëzit të thjeshtë. Pra ky është ai shpirti praktik amerikan, edukata, fillon edukata. Këtu s'ka edukat. Këtu njeriu më pa edukat në Shqipëri është Edi Rama, kryeministri i vendit, që ne e pam në fushat elektorale, po dhe më parë, që përdor fjalor rrugaqëror. U thot grave që burrat tuaj, gjysma burrave tuaj janë qyryk, pra budollenj. U thot atyre në burrel kur shkoni ju atje në peshkopi, do shkoni që ca burra janë me bisht. Apo i thot vajzave në Lezhë që u thoni të dashurit tuaj nëse zvotojnë për PS-n, s'kemi punë bashkë, pra fundahen. Apo i thot të tjerëve kush nuk voton për PS-n janë qyryk, janë autik. Që janë këto shprehje? Lema atje në sheshin Skënderbeu kur mbrodi ata punonjësit e basisht, çfarë nuk tha, një fjalor i turpshëm, skandaloz, i pamerituar për një rrugash të lagjes, jo më për një kryeministër. Edhe ky pretendon dua unë pushtet akoma thot. Si mund të marrë pushtet po një njerëz i tillë, i pa denj për të komunikuar me shokut, jo më me një popull të tërë. Jam një shembull të thjeshtë. E pyeta nipin tim kur vajta për herë të parë. Qa ju kanë mësuar në Kopësh, këshillin e parë ato edukatorët? Të parën gjë, edhe them ta vër vesh ky Edi Rama. Këtë edhe të tjerët. Politikan si puna këtia. Të parën gjë tha ai nipi, 3 vjeç e gjysmë ishte, na thon, kur të komunikoni me njëri tjetrin, mos komunikoni me zot lart. E para kjo. E dyta, kur nuk ju pëlqen mendimi i shokut apo i shoqes tuaj, mos i thoni që ti s'merr vesh, ti nuk di gjë, e di unë më mirë, etj të kësaj natyre, sepse e fyen atë. Po thuaj atij që edhe kështu mund të jetë, po unë kam mendimin se mund të jetë edhe kështu. Që ta vesh atë në mendime, që mos të kthej aty i ofenduar, të kundërshtoj, po dhe ti të marrësh edhe atë mendimin e tij, ta gjykosh dhe ti, që ai kur takohet me shokët e tjerë, apo dhe me prindit i thotë, ore, kështu më ka thënë shoku, si është e vërteta? Pra, ky është komunikimi që duhet bërë. Po, kaq edukat që kanë marrë në Kopësh fëmijë të 3 vjeç e 4 vjeç, se ka ky kryeministri jon. Kështu që s'ka si ta përcjell kjo dhe në popull. Këto lloj edukate. Aq më tepër në këtë fushat elektorale, që kjo ishte skandalozja, nuk kam çfarë them, nuk kam çfarë emër t'i vetë njeriu. Zoti Dyshniku, si mendoni pse Kosova dhe çështjet tjera të shqiptarëve të rajonit Ballkanit që i shqetësojnë ata janë lënë jashtë kësaj fushate elektorale, qoftë nga Berisha, qoftë edhe nga Rama? Shiko, as Berisha, as Rama nuk kam punuar për Kosovën. Kam punuar kundër kosovarëve, kundër shtetit të Kosovës. Pavarësisht prallave që thonë këta. Berisha furnizoi Miloševićin tanket me naftë, theu embargo ndërkombëtar dhe KOBE-s, duke furnizuar Miloševićin me naftë, për gjakosur kosovarët dhe bosnjakët. Edi Rama, në 4 kryeministrat e fundit, s'ka pas marrëdhënie me ata kryeministra. Bile atë Haradinën e ka qenë komar. Ky Mika Vučićin e ka deklaruar hapur. Dhe me Ballkanin e hapur, ky u tregua armik i Kosovës. Do ta fuste në thes Kosovën, po se hengri Albin Kurti. Bravo i qoftë. Tani, një gjë tjetër që kam në lidhur me Edi Ramën. Flas
lidhur gjithmonë me përvojën që kam parë në Michigan. Dhe që si është këtu. Ky kudo që vete, mburret. Jam piktor, për mua ajo është Boja G i keq bile, jo piktor. Se ato që bën ai i bëj edhe nipet dhe mbesat e mia. Po thot kam qenë basketbollist, kam qenë dhe ministër kulture. 3 drejtime. Po unë mendoj se në të 3 këto drejtime ky jo vetëm që nuk është shuar, nuk ka dalë fare mbi atë mesataren, por ky në punën e tij përditshme ky tregon që në të 3 këto ky s'ka pas pasion, si kanë pasion. Ky mburret me që kanë emërtime të bukura këto, piktor, basketbollist, me kulturë, domthon nga ana e fjalorit duket bukur, nga ana propagandës, por në realitet ai është zero. Po i marr me radhë. Ky thot jam piktor. Edhe e ka mbush atë zyrën në kryeministri me zgarravina. Bukur fort piktori e tij, po t'ishte piktor ky në shpirt, në zemër, ky nuk do ta lindte Tiranën, i vetmi kryeqytet më mërmendën në botë që s'ka një lulishte, me lule shumë gjyrse. Nuk shmbjell një pemë dekorative. Rrugët e Tiranës përveç qendrës janë me plera, se pastrimi bëhet ditën, nuk bëhet natën, përveç qendrës. Atëre, çfarë piktori është ky? Kur rrugët e Tiranës janë të mbjella me rrape lumenj që nuk e gjen gjykundin as një qytet të botës, jo më kryeqytet. Tani, ky ngre kullat, me kulla nuk zbukurohet qyteti. Se kullat larta Gradacele ka dhe New Yorku, ka dhe Chicago. Por atje ka lulishte pa fund. Ka lulishte me të duket sigurie në Holland, me tulipane, me lloj lulesh. Ka parqe pa fund për qytetarët. Ky ka zhdukur parqe, se ky ngre kulla. Pra ky si piktor, ky është armik i gjelbërimit, armik i luleve, armik i knaqësisë shpirtërore. Tu vjet praverë tani, këtu nuk qet në rrugët e Tiranës, nuk qet as i lule, por nuk ka një lule. Sepse rrapet nuk qet një lule. Kurse në përbot, qet një lule ke qef të hecësh në rrugë, të shëtisësh. Pra ky si piktor, ky me këtë ka treguar vetë që mos të mburret kot, sepse atë zanatën e tij si piktor ta tregonte në shërbim qytetarëve. Një kjo. Ky do të basketbollist. Dakor. Po ta keshte pasion në shpirt edhe ta kultivonte te fëmijët, te rinia, te qytetarët. Po si ka mundsi ky i prishit tëra fushën e sportit? Zgjen një fushë sporti. Po Calcedo ka private. Po ti në Michigan fushët e sportit janë pa fund, janë me qindra, janë publike. Edhe jo thjesht kështu fusha me dhe, po me bar që i shërben pushteti vendor, bile vaditen, ujiten, me stacione pompimi, por edhe me drita natën. Tamam si stadiumet që kemi neve. Bile edhe në plazhe që janë parqet, ka pa fund fusha sporti. Atëre ku i ka këto? Lemë pastaj të flasim, shkëtot, në për shkolla kanë bërë fusha sporti, jo më ta bësh në lagje ti, se fëmijët mas shkollës vjen në lagje. Ku do lozin fëmijët? S'kan ku lozin. Se ky dhe ato hapësirat midis pallateve, ky i ka zënë, o i ka dhënë kafeneve, o dyqaneve, ose ka ngritur pallate. Atëre ku e tregon këtë që pasionin e tij si basketbollist, si sportist, ku i ka? Ku ja interpreton këtë? Se ky qoftë për pikturën, për lulishtet, për parqet që s'ka, por edhe për sportet që s'ka. Atëre çfarë bëjnë fëmijët? Me çfarë edukojnë? Edukojnë me celular. Dhe e fundit, ky thot, kam qenë ministër kulturë unë. Dakor. Qa ka treguar ky? Se këtë kulturën e ka pas pasion, jo profesion, në kuptimin Filip Durrës. Ky edhe ku ka qenë ministër kulturë, edhe tani që është kryeministër, ne dëgjojmë që ky shpenzon për restaurimin e kalave, e kishave të kulturës mirëvjeçare, harxhon qindra milion euro në vit. Dakor. Dakor, le të harxhoj për kulturën. Atë kulturën e vdekur, e kaluar, që do shërbejë edhe të ardhmes.
Po ky duhet shpenzoj për kulturën e fëmijëve që janë sot, e fëmijëve, e të rinjve, e për qytetarëve. Po që ta bëj këtë punë ky, që s'e ka bërë fare, ky duhet shpenzoj. Ku janë bibliotekat në lagje që s'janë? Ku janë qendrat kulturore që të merren fëmijët të aktivizohen mbas dite? Pse s'ka? Ku janë klasa sportive në përshkolla? Ku janë ato kurse të ndryshme në përshkolla që të bëhen për teatrin, për baletin e për tjera, domosdoshmë siç kanë qenë. Pse nuk shpenzon ky për këto? Tjetër, mirë nuk ka ngritur as qendra kulturore, as biblioteka. Po aktivitete në përlagje pse s'bëhen? Pse s'bëhen aktivitete qoftë kulturore, qoftë sportive, të bëhen në lagje, midis kopsheve, midis shkollave, midis institucioneve, të bëhen në përlagje. T'jepet shfaqje. Unë kam parë në Michigan që çdo javë bën koncerte dhe me vallëzimi me pensionistët. Në Lulishte ka vende të caktuar atje me podiume të gjitha, edhe të planifikuar, falas kuptohet, për pensionistët. Organizon pushteti vendor. Pse nuk bën ky? Pra, duke pas aktivitet sportiv dhe kulturor në për shkolla, në për institucione, kuptohet që ata do aktivizohen, do vjen dhe për plagje, do shëtisin. Falas kuptohet e punë. Edhe për gjallërimin e jetës kulturore, edhe njerëzit mund të rrinë për kafene. Ç'është jo kafene. Edhe tjetër, flasim për pensionistët, kanë ngelu te 200 euro, ajo është për turp i madh, kjo tregon që s'ka vizion. Nuk ka vizion, ta tallen, ta i konsiderojnë robër lufte. Po mirë mos i hap një klub, bibliotek për pensionistët. Simas kuptohet, simas sasisë atyre, jo në plagj sa për numër. Aty të ketë libra, të ketë gazeta, të ketë revista, të ketë televizor, të ketë sha, domino, që të kaloj pensionistin në mënyrë kulturuar. S'ka as kjo. Atëre, për çfarë punon ky? Për çfarë punon? Detyra e qeverisë dhe bashkisë nuk është t'i japi firmat oligarkëve të ndërtuar kulla 100 katëshe. Ato janë kompetencë e atyre, është e drejtë atyre. Po detyra e qeverisë dhe bashkisë është që ta zbukuroj jetën e qytetarëve. Pra, mos të mendoj për lulishtet, për parqet, për stolat, për tavolinat. Jo të ulet stola, i kënaqet se në buz lanës ka stola. Kush rrit ato stola? Vjen plurin surrat. Po pse s'ka lulishte që të tavolin, që të rinë njerëzit ballë për ballë njëri tjetrit, jo të rinë në stol, do një qoshe, të rinë sikur janë të burgosur, apo të internuar. Pra s'ka koncept. Nuk ka gjikundi, sepse nuk shojnë nga bota se si është. Në Michigan, në këtë detim, është një përsosmëri e çfarë them. Unë i kam të regjistruar këtu në celular me mira video dhe foto. Që tregojnë se si atje pushteti vendor punon në shërbim të qytetarëve vet, kudo ku ata jetojnë, jo thjesht në qendra. Po edhe mira kilometra larg nga qyteti më i madh që është Detroiti. Po kështu. Edhe një tjetër e fundit fare është çfarë thot ky Tirana zbukuruar. Çfarë Tirana? Është shkretuar Shqipëria dhe kanë ardhur gjithë Tiranë. Kurse në Michigan, edhe jo në Michigan, po edhe në gjithë Amerikën. Kryeqytet të shteteve në Amerikë nuk janë qytetet më të mëdha, përjashto Washingtonin e New Yorkun. Atje në shumicën tërmuese janë qytete të vogla. Për shembull Michigani, qyteti më i madh është Detroiti, me rreth 600.000 banor. Kurse kryeqytet është një qytet i vogël me 100.000 banor, Lansing. Atje janë instaluar të gjithë institucionet qendrore të shtetit dhe funksionojnë atje. Edhe nuk janë mbledhur gjithë në Detroit, siç kanë mbledhur këtu. Ndërto kulla këtu, ministria këtu, mbushur ajo. Po njerëzit ku do punojnë? Në majtë kulla do punojnë. Pra s'kan menduar. Atje në Michigan, edhe 1000 kilometra atje është larg qytetit më të madh, mi Detroit, atje ke punë, ka trafik thot ky. Shikoj si ka zgjidhur ai Michigani. Ky ka mbledhur gjithë spitalet, i ka mbledhur te QTU-ja atje. Gjithë makinat e gjithë rrethet do vinë atje të urojnë qendrën. Michigani si ka ashtu, i ka në autostrada institucionet mjekësore, etj. Zoti Dyshniku, Edi Rama u ka bërë thirrje emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi që të dërgojnë zarfet me fletët e votimit deri ditën e premte. Si mendoni, ç'është ky nguti i Edi Ramës për të bërë një thirrje të tillë dhe
çfarë ka bërë deri më tani Edi Rama sa i përket emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi, apo është interesuar vetëm për votën e tyre? Po ai se ka problem, shiko, kjo është pjesë e propagandës. Ai zgjedhjet i ka të fituara, nuk diskutohet, i ka të marra. Por unë mendoj se ai nuk do të arrijë dot 70 deputetët. Këtë radhë. Situata politike dhe ndërgjegjësimi i njerëzve është ndryshe. Por nëse ky nuk do bënte ligjin mbi listat e mbyllura, ai do kishte marrë valixhet. Po këtu faji është i Sali Berishës që bashkë me Edi Ramën e kanë tradhtuar popullin shqiptar. E pushkatuan demokracinë. Prandaj të dy këto partit populli shqiptar duhet t'i abandonojë, sepse e kanë tradhtuar edhe gjatë 35 vjetë, po tani i dhanë vullën e fundit, e pranuan haptas që janë armiq të popullit shqiptar. Prandaj duhen votuar partitë e reja. Edhe për mendimin tim, Lëvizja Bashkë është e para që duhet votuar. Ndërkohë, në Greqi janë gjendur zarfe të hedhura në rrugë, pra zarfe që duhet u shkonin emigrantëve që të plotësonin fletën e tyre të votimit, dhe sipas Partisë Demokratike që ka denoncuar këtë rast, janë gjetur zarfe të hedhura në rrugë, në pika bastesh e në situata të tilla. Ju si mendoni, çfarë po ndodh me votën e diasporës? Unë nuk e di, po aty në Amerikë nuk ka ndodhur kështu. Atje ka qenë shumë korrekt. Njerëzit tanë i ka nisur zarfet me kohë. Ato posta amerikane atje ka qenë jashtëzakonisht korrekte, shembullore. Ka ardhur në kohë, i ka marrë në kohë zarfet dhe i ka nisur për Shqipëri. Mbase duhet të kenë ardhur, nuk e di se sa kohë duhet për ta transportuar. Kurse në Greqi, këtu do të jetë faji i postës greke. I DLS, nuk e di se kujt ja kanë caktuar për ta transportuar. Nuk mendoj se do ta ketë faji shteti jonë. Se atje ka qartë janë të shqiptare edhe atje në Greqi. Zoti Dyshniku, a jeni gati për të marrë pasaportën europiane pas zgjedhjeve të 11 majit, që sipas Edi Ramës, kjo pasaportë mund të merret deri në vitin 2030? Po çam duhet më pasaporta europiane? Ora pse na serviri neve pasaportën europiane? Po ky gjë budallëjmë që do të trokasin në përsheshje. Budallëjmë, e them komplet me plot gojë, janë budallëjmë. Budallëj ose të shitur, të interesuar, i ka blerë me vend e pune. Po mos ta bjerë pasaportën europiane, të na bjerë përvojën europiane, të demokracisë të shtetit ligjor, të na bjerë mirëqenien europiane. Ky thot, hajde këtu thot ky, e të shkonin në Evropë. Ora valla, na bjerë Evropën këtu mo. Pse do të vetëm unë në Evropë? Bjerë firmat e huaja këtu të ndërtojnë, të hapin fabrika, uzina, kombinate. Jo punë ishte për pije, për lenje, për kafe. Çfarë do? Këto është skandale. Këto është skandale. Ke gjithë pasuritë kombëtare. Pse s'vin firmat e huaja më? Po ja ka dhënë lloj oligarkësh. Dhe s'vin firmat e huaja të bëjnë shfrytëzimin e mineraleve me cikël të plot, edhe të naftës me cikël të plot. Po s'mund ta bëj një oligarku jonë sa do i madh tjetër. Po ne kemi oligark me parat e shtetit, me buxhetin e shtetit. Kështu janë bërë ta oligark, nuk janë bërë se ka ndërtuar prodhime, jo. Ka hapur fabrika, uzina, kombinate. Asnjë nga këta s'ka nga ato. Na rrugën thot ai, bën 100 milion. Unë do t'jap 300 zot, 100 mua, 100 tyja, edhe bëj çat bështi. E ky është pazari. Edhe rrugët shumica janë bërë me borxhe që merr me interesa të larta nga bankat e huaja. Edhe i paguajmë neve. Shumicën atyre vit për vit. Prandaj s'ka ku të na rrisë rrogat. Se ky, marrim një shembull thjesht fare. Ky në mënyrë më skandaloze, edhe nuk e di, ai kontrolli i shtetit e ka konstatuar apo jo. Po ky në vend ta paguaj atë trajnerin e ekipit kombëtar të futbollit, në vend ta paguaj Federata Shqiptare e Futbollit, e paguon qeveria $750.000 euro në vit. Me çfarë drejt ky ish përdoron lekët e popullit, taksave tona dhe ja jep atje?
kur federata është private, s'ka punë me neve, kur ka stadiumin që nxjerr me miliona në muaj, jo më në vit, pse duhet pagoj shteti, populli? Pse duhet? Prandaj këtu bëjnë ca gjëra që janë shumë skandaloze. Ose tjetër, në anën e kulturës, sot ky, unë jam i kulturës, jam i sporteve. Po çfarë këtu? Si ka mundësi që shkollat, qeveria nuk u cakton fonde. Atje në Michigan është kjo punë, ekziston fonde për kulturën dhe sportin, që fëmijëve i çojnë në stadiume, fëmijët i çojnë në teatr, shkojnë në pallat e sportit, shkojnë ndeshje, apo japin shfaqje të ndryshme, qoftë hokej, qoftë basketboll, volejboll, apo koncerte. Pra shkojnë, edhe u bëjnë dhe xhiro atyre bizneseve që janë sportive, po dhe kulturori i çojnë nëpër teatro, i çojnë nëpër shfaqje të ndryshme. Pra shkollat, falës me pa lek, me buxhetin e shtetit, është pjesë e edukimit kjo, që nga kopshet edhe me radhë. Pse nuk e bëjnë? Pse si bën ky? Apo harxhon? E çon ky do rikonstruktoj thot kalan filan. Hajde gjej, çoj aq lek apo si çoj aq lek ky? Hajde gjeje. Se ky po vjet brenda në përzyra. Korrupsioni thot kanë ngrënë dardha dhe kumlla thot mbas kurrizit tim. Aty këtu s'merret vesh. Tu ha derë dhe dosa, si doj, vetëm populli nuk ha. Zoti Dyshniku, si mendoni çfarë i pret pensionistët pas zgjedhjeve të 11 maj dhe a do të përmirësohet jeta e tyre, por edhe a do të rritet pensioni nga ana tjetër pas këtyre zgjedhjeve? Me këtë kryeministër unë nuk kam asnjë lloj shprese. Kush beson se ky do rris pensionet, gabohet rënd. Ky është anti-shqiptar. E ka në gen. Përderisa ky njeri nuk dëgjon ankesat e pensionistët, 8 javë rresht ne protestuam edhe nuk begenisit na takoj, ky e tregoj më së miri se ky s'është për këtë punë. Ai do të shporru nga politika, jo më nga qeveria. Prandaj në këto zgjedhje që do bëhen në votime, pavarësisht se ky në listat e mbyllura e ka garantuar, por në listat e hapura shqiptarët duhet ja abandonojnë të dy këto partitë, që janë fajtore për këtë gjendjen e demokracisë në Shqipëri, që nuk ekziston fare. Se ja është dhe kjo tjetra. Thonë këta, po ja thot, e ka fajnë ato skemë, thot ka dështuar se pensionet nuk rriten me njerë, duhet një farkohe. Po mi më ka shumë gjëra që mund të bëhen. Përse edhe një pallat që të bëhet, edhe jo ka kohën e vetë. E para fillon merret leje ndërtimit, bëhen ato studimet nëntoksore gjeologjike, bëhet projekti, bëhen preventivet para dhe kjo. Tani ti, çfarë premtime shi e popullit ti si ka dhënë as minimale më. Ky së shullet thot, na dëgjoj, çfarë kërkojmë neve, edhe ta bëj. Pastaj ka ca gjëra që nuk ka nevojë të ketë lekë fare për ta rrisë pensionet. Ky duhet i kishte bërë po të kishte dëshirë. Na hiqte neve taksën e TVSH për të gjitha ato 100, 200 apo 300 euro që marrim në pension. Na hiqte TVSH-n. Këtë e bën të kollaj me një VKM të thjesht. S'ka nevojë të hapi lek. Apo ajo tjetra që kompensimi i bukës vajgurit e gazetenshëm, që është me një VKM të vitit 1996, kur çmimet janë 10, 15, 20 fishuar të këtyre madrave. Pse nuk e ndryshon? Ja kaq sikur të bëj ky. Pa folur për atë tjetrën, që çmimi i energjisë elektrike tatohet 3 herë TVSH-ja. Hidrocentralet ja shesin asaj OST-s me 20% TVSH, OST-ja e shet OSH-s i shton dhe 20 të tjera TVSH, OSH-ja na e shet neve dhe bizneset, plus edhe 20 të tjera, pra i thonë 60% TVSH. Energji elektrike përveç çmimit ka dhe 60% TVSH. Hajde 20% po i pranojmë, po 40% të tjerët pse nuk i ndalon ky? Nuk e din të punë. Nëse nuk është e vërtetë kjo informacioni që ka marrë unë, pse nuk flasim? Apo thonë kështu, ama se këta personistë janë, ku marrin vesh ta? Ta janë dallë ka ukur. Ne i dim. Ja e shohim ata që dinë se ç'po na bëjnë. Ata s'di hiç, ata di vetëm ta vjedhin. Ja kështu është kjo punë. Pa folur pastaj për ilaçet dhe për këto tjera që as diskutohet fare. Cili do të jetë
vendimi që mund të marrin pensionistët në këto zgjedhje, do ta votojnë masivisht Edi Ramën apo do ta braktisin atë? Shiko, unë them se gjysma e pensionistëve nuk do të votojnë. Nuk do të votojnë. Kur themi pensionistëve, përjashto këta pensionistët janë që kanë fëmijët atyre deputete, ministra e rroghtar me fjalë pushtetit. Këtyre s'u intereson, do votojnë. Ama fëmijët apo të afërm me të atyre pensionistëve të tjerë që marrin sidomos ish kooperativistëve, që marrin nga 80.000 lekë, 90.000 lekë, ata u mendoj se nuk do të votojnë. Dhe unë atyre u kam thënë dhe u them prapë. E vetmja forcë politike që deri tash i kanë mbështetur pensionistët është Lëvizja Bashkë. Pavarësisht të metë dhe gabime që mund të kenë, se është forcë e re politike, por janë njerëz të ndershëm, të sinqert, pa hile. Edhe kanë treguar nga, kurse të tjerët, po të ishin të ndershëm e sinqert, në këto llafe që thotë tashin fushat, do të kishin ardhur na kishin mbështetur neve. Por asnjë rast nuk ka pasur ta mbështetur. Nuk na mbështet asnjëherë. Prandaj them që Lëvizja Bashkë do mbështetur nga pensionistët, nga ish kooperativistët në tërësi, edhe familjarët e tyre, e të afërmit e tyre. A do t'i vijoni protestat pas zgjedhjeve të 11 majit nëse Rama ose Berisha zgjidhet kryeministër? As diskutohet fare. Do na kemi përballë. Kushdo që të jetë kryeministër do na ketë përballë. Më fort dhe më shumë, sepse kemi jo vetëm përvojën e vitit kaluar, por do kemi edhe mllefin që s'na dëgjuan dhe që s'kan për të bërë gjë. Me ne nuk do tallen më. Nuk do lejojmë që të tallen me neve. Zoti Dyshniku, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve për mundësinë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.